O hoxh, unë jam çun. Unë që zihem thot me motrën shumë dhe jam me agjerim. A ka ndaj gjë? Se ajo më ngacmon shumë. Allahu të rujt. Amin. Allahu të rujt edhe ty. Ti me që je me agjerim, të këshilloj që ti ish më i përmbajtur. Të bësh durim, se agjerimi është muaj i durimit. Dhe duhet ta dish që durimi ka një shpërblim tepër të madh tek Allahu i lartësuar. Me të vërtet, durimtarët e marrin shpërblimin e tyre pa hesap. Kështu kuptohet prej një ajeti në Kur'an. Kështu që edhe nëse të ngacmon pra motra, mundohu të bësh durim, ta përmbash veten, i agjerueshëm, ti synon shpërblimet më dha. Gjithsesi, nëse në një rast ndodh, nuk ka gjë inshallah. Nuk ka gjë, por nëse bëhet me qëllim, pra grindja, sharja, apo paksohet shpërblimi. Dhe mundohu pra t'jesh sa më i përmbajtur në mënyrë që të marrësh sa më shumë shpërblime. Agjerimi nuk prishet, por ti mundohu të arrish sa më shumë shpërblime. Allahu të rujt.